Rreshjet e shiut që përfshin të gjithë vendin nuk po kalojnë pa probleme në zonën veriore të vendit. Në bashkitë Puk dhe Fushanrës që herët në mëngjes u shkaktuan probleme me qarkullimin si pasojë e rrëshqitjeve masive mbi traset e rrugëve. Për disa ora aksi rrugor nacional Fushanrës Gjegjan Mirditu u bllokua, teksa në hyrje të tunelit të Gjegjanit shembjet ishin masive. U desh ndërhyrja e mjeteve të rënda për të bërë të mundur qarkullimin, ndërkohë që rreziku mbetet evident. Si shikoni edhe vetë këtu te tuneli kemi pas një bllokim për pak orë, por me ndërhyrjen e kontraktuesit edhe punëtorëve që ka, u bë mundur kalimi i saj dhe për momentin nuk kemi ndonjë problem. Vazhdon situata është mjaft e rënduar sepse shinat po vazhdojnë që nga ora 4 e dieshme. Situata është shumë e vështirë për çdo dimën. Edhe në çdo kohë është e vështirë. Shikoni se është shemja se e bë. A keni frikë realisht kur kaloni këtu? Mana po me frikë kalojmë gjithmonë. Se me sa tjetë shkruaj jetë ajo në kaluhe. Fryrja me njëhershme ujrave të lumit Fan ka bërë që të përmbyten disa toka bujqësore, ndërkohë që segmentet rrugore rurale të Gjegjanit dhe fshatrave të tjerë të Pukës janë bërë të pakalueshme. Mësuesit e shkollave të Qelzës u detyruan të udhtojnë me orë në këmbë, pasi trasea rrugës ishte bllokuar në fshatin Dedaj, si pasojë e rrëshqitjeve masive të skrapatës së rrugës, ndërkohë që kompania mirëmbajtëse ndërhyri për pastrimin e rrugës, ndërsa shembjet vijojnë të jenë rrezik përgjatë kësaj rruge. Shembje masive dhe të vazhdueshme ka edhe në segmentin rrugor Kryezi i Ballë, duke lënë të izoluar kështu zonën e i Ballës edhe përkundër punës që po zhvillon vazhdimisht firma, ndërsa shembjet si pasojë e rreshjeve të vazhdueshme duket se nuk kanë të ndalur, ndërsa masive shkëmbore shpesh her pas here edhe pse pastrohet zën trasen e rrugës, duke bërë të pamundur qarkullimin e automjeteve. Policia rrugore i apelon të gjithë drejtuesve të mjeteve që të evitojnë qarkullimin përgjatë kohës mëreshje përgjatë segmentit rrugor Fushanrës Kryezi i Ballë. Mungesa e pastrimit të kanaleve anësore të rrugës nacionale Puk-Fushanrës solli përmbytjen e rrugës në hyrje të qytetit të Fushanrësit, e teksa ujrat vërshonin mbi rrugë nga Ish Parku deri në afërsitë të qytetit. Asnjë mas nuk u mor për evitimin e situatës, teksa rruga ende nuk ka mirëmbajtje.